Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Përshëndetje t'i dërgojmë mbi më të zgjedhurin e njerëzimit, profetin ton, paqe dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, zakati është një nga adhurimet më të rëndësishme. Është një e drejtë që kryesisht e përfitojnë njerëzit në nevojë. Në këtë emision me Hoxh Ismail Bardhoshin do të trajtojmë disa çështje me interes që lidhen me zakatin. Së pari, Hoxh i nderuar, duam të njohim zakatin si koncept, si një detyrim, si një e drejtë dhe llojet e pasurive prej të cilave jepet zakati. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi. Falënderimi takon Allahut të lartësuar, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të dërguarin e Allahut, familjen e tij, shokët e tij. Zakat nga ana gjuhësore do të thotë pastrim, zhvillim, bereqet, mirësi. Dhe nisur nga ky kuptim, por edhe duke u bazuar në citatet e shariatit, zakati është pastrim për njeriu, është shkak që të pastrohet nga gjunahet, të pastrohet nga morali i keq, siç është kopracia, makutëria, lakmia e keqe për të përfituar pasuri në mënyrë të pandershme, në mënyrë të palishme, në mënyrë korruptive. Zakati është zhvillim për pasurinë, bën që të shtohet pasuria, siç ka thënë profeti në një hadith që sadakaja nuk e pakson pasurinë. Zhvillon dëshirën e mirë tek njeriu, kultivon moralin e mirë dhe të bukur. Zakati është mirësi, është bereqet për pasurinë, sjell bekim për pasurinë, për zakatdhënësin, për familjen e tij. Duke dhënë zakatin, njeriu shpëton nga të ligat, siç thillet në një hadith se dikush e pyeti profetin, tha: "O dërguar Allahut, nëse njeriu jep zakatin e pasurisë, çfarë do të ketë?" Tha: "Kush jep zakatin e pasurisë, i ikën e keqja, i ikën e liga." Se mundet që njeriu të ndodhin të këqija, të liga, sprova për shkak të pasurisë. Dhe kur jep zakatin e pasurisë, shpëton prej tyre. Zakati është një nga adhurimet më të rëndësishme, është ylla e dytë e Islamit, është përmendur bashkë me namazin në shumë vende në Kur'an. Allahu lartësuar ka thënë: "Wa aqimu s-salata wa atu z-zakat", falni namazin dhe jepni zakatin. Zakati është caktuar si një drejtë e krijesave. Pra ajo është një adhurim për Allahun subhanahu wa taala, duke dhënë zakatin e pasurisë, njeriu adhuron Zotin. Njeriu bën një adhurim me cilin shpreson që të fitojë faljen e Zotit, mëshirën e Allahut, dashurinë e Allahut të lartësuar, të arrijë mirësitë e Zotit subhanahu wa taala, por zakati njihet si një drejtë e krijesave. Zakatin kryesisht e përfitojnë të varfrit, dhe duke dhënë zakatin e pasurisë, njeriu tregohet bujar, u bën mirë krijesave të Zotit subhanahu wa taala. Dhe në lidhje me pasuritë për të cilave jepet zakati, përgjithsisht janë 4 lloje pasurish: floriri dhe serma, baktit e trasha dhe të imta, ku hyn devet, lopët, delet, dhit, produkti bujqësor, por janë disa lloje të produktit bujqësor, janë dhe mallrat tregtare. Këto janë 4 llojet e pasurive për të cilat jepet zakati në mënyrë të përgjithshme. Hoxh i nderuar, si llogaritet zakati i arit? Në qoftë se njeriu plotson kuotën e zakatit të floririt, që është 85 gram, atëherë ka detyrë të jap zakat. E nëse ka më pak se kjo sasi, nuk e ka detyrë që të jap zakatin. Përveç kësaj, është edhe një kusht tjetër që ta ketë pasur në gjendje, ta ketë patur
për një vit, të ketë kaluar në gjendje në pronë të tij floriri për një vit. Kjo sasi floriri me fjalë ose më tepër se kaq. Dhe do t'jap, ky që i plotson këto dy kushte që i përmenda, do t'jap 2.5%. Për shembull, në qoftë se dikush ka 100 gram flori, e ka detyrë që t'jap 2.5 gram, që është një dyzeta. Pra, nga 100 gram, 2.5 gram flori. Nga 1000 gram, i bie të jap 25 gram flori. Por, të varfrit do t'i jepet në vlerë monetare, do t'a jap euro ose lek, për shkak se i varfri nuk përfiton gjë nga ari, që do t'i jepet ajo që është në dobi të varfrit. Kështu, në qoftë se një person ka për të dhënë 2.5 gram flori, ai do t'ia jap të varfrit në vlerë monetare, do t'i jap në euro ose në lek, pasi i varfri nuk përfiton gjë nga ari, do t'i jepet para. Dhe nëse ka për të dhënë 2.5 gram flori për shembull, do ta shoh sa i bie vlera në euro, nëse do t'i jap euro të varfrit. Do shoh çmimin e floririt, sa është 1 gram flori, prafërsisht në kohën tonë 1 gram flori është 85 euro ose 90 euro prafërsisht, diçka e tillë. Dhe kështu do ta nxjerr me fjalë do ta nxjerr zekatin e arit. Po zekati i argjendit, si llogaritet? Në qoftë se njeriu plotson kuotën e dhënies së zekatit të sermës, kuota është 595 gram serm. Dhe 595 gram ose më tepër, dhe që e ka pasur në gjendje për një vit, pra nëse i plotson këto dy kushte, ka detyrë që t'jap zekatin e sermës. Dhe përsëri do t'jap 2.5%, 1/40. Kaq i bie që t'jap. Por të varfrit nuk do t'i jap serm, do t'i jap në vlerë monetare, do t'i jap lek ose euro ose dollar, sepse kështu përfiton i varfrit. Kjo është në leverdi dhe në interes të varfrit. Për shembull, nëse dikush ka për të dhënë gjithsej 10 gram serm, 1 gram serm prafërsisht në treg është 1 euro prafërsisht. Meqense duhet pa çmimi, domethënë në një kohë tjetrën se mund të ndryshojë çmimi, por për momentin është prafërsisht 1 euro. Atëherë i bie që t'jap 10 euro gjithsej. Ja jep të varfrit 10 euro. A jepet zekat për bijuterit dhe si llogaritet zekati i tyre? Po, edhe për bijuterit jepet zekat, sepse përfshihet në argumentet e përgjithshme të cilat obligojnë dhënien e zekatit të floririt dhe të sermës, dhe përveç kësaj ka dhe argumente specifike, ka hadithe të specifike në të cilat profeti sallallahu alaihi wasallam ka theksuar dhënien e zekatit për bijuterit. Dhe flasim për bijuterinë e arit si fillim. Në qoftë se plotson kuotën, që është 85 gram, pra ka bijuteri ari që plotson kuotën 85 gram flori ose më tepër se kaq, e ka detyrë që t'jap zekatin për këtë bijuteri. E në qoftë se ka më pak se kaq, nuk e ka detyrë që t'jap zekatin e kësaj bijuterie. Dhe siç e sqarova pak më përpara, do t'jepet 2.5%, do t'jepet të varfrit. Kuptohet që është edhe kushti tjetër që ta ketë pasur në pronësi, në gjendje për një vit, të ketë kaluar në pronësi të femrës për një vit.
do të jap sikur sa e përmendëm, do të jap 2.5%, por për të dhënë zakatin duhet të llogaritet vlera e bizhuterisë në euro, në lek ose në një valutë tjetër. Për shembull, nëse bizhuteritë e arit që ka femra arrin vlerën e 10.000 eurove, atëherë pra do të shikoj sa e ka vlerën si bizhuteri. Nëse e ka vlerën si bizhuteri 10.000 euro, atëherë do të jap 2.5% e kësaj, që i bie 250 euro gjithsej, do të jap të varfërit. Në lidhje me bizhuterinë e serbës, përsëri themi që nëse ka 595 gram serb, ose më tepër se kaq, se kjo është kuota e serbës, dhe e ka pasur në gjendje për një vit, ka pasur në pronësi për një vit, e ka detyrë që të jap zakatin, do të jap 2.5% të kësaj, për shembull, nëse por do ta llogarisë sipas vlerës që ka, pra do të llogarisë vlerën e bizhuterisë së serbës, sa i bie, nëse për shembull vlera e bizhuterisë së serbës, së argjendit që ka arrin 1.000 euro, atëherë i bie që të jap 2.5% të kësaj shume, që është 25 euro. Si llogaritet zakati i parave? Monedhat kanë zakat, sepse ato janë në vend të monedhës së arit dhe të argjendit. Dikur kanë qenë monedhat e arit dhe të argjendit, që është domethënë dinari dhe dirhemi, këto ishin terme të përdorura. Kështu që ka domethënë zakat edhe për monedhat, për parat, domethënë dollari, euro, leku e tjerë. Por besimtari e ka detyrë që të jap zakatin e tyre nëse plotson kuotën dhe nëse kanë kaluar një vit në gjendje. Në lidhje me kuotën ka dy mendime. Sipas një mendimi do të merret parasysh kuota, do të vlerësohen parat sipas kuotës së arit. Nëse kapin vlerën e 85 gram flori, atëherë e ka detyrë, ose më tepër se kaq, e ka detyrë të jap zakatin, në të kundërt jo. Dhe sipas kuotës së arit i bie domethënë përafërsisht 7.500 euro. Kush ka gjithsej 7.500 euro ose përafërsisht domethënë 7.400.000 lekë të vjetra, ai ose më tepër se kaq, e ka detyrë të jap zakatin, ndërsa ai që ka më pak se kaq nuk e ka detyrë që të jap zakatin. Domethënë kjo domethënë nisur nga çmimi i floririt në treg në ditët tona, sepse çmimi i floririt mund ndryshojë nga dita në ditë, nga muaji në muaj, nga viti në vit, por duke marrë parasysh çmimin që ka domethënë në këto ditë. Dhe sipas mendimit tjetër do të merret parasysh kuota që është më e leverdishme për të varfrin, dhe në kushtet tona, në ditët tona, më e leverdishme për të varfrit është që të merret parasysh kuota e serbës, për shkak se njerëzit që do të japin zakat do të jenë më shumë. Do të japin zakat dhe ata që kanë më pak se 7.500 euro, ai që ka 6.000 euro, 5.000, 4.000, 3.000, 1.000 euro, madje edhe ai që ka 600 euro, pra që sepse kuota e serbës është përafërsisht 600 euro. Dhe kështu i bie, domethënë kush ka pasur në gjendje për një vit 600 euro, ka plotësuar nevojat dhe i kanë tepruar në gjendje për një vit të paprekura 600 euro ose më pak se kaq, ai duhet të jap zakatin. Themi kush e jep zakatin duke marrë parasysh kuotën e floririt, nëse ka 7.500 euro ose më tepër se kaq, dhe nuk e jep nëse ka më pak se kaq,
ai nuk konsiderohet gjunahçar sepse ka marrë një mendim të konsiderueshëm të dietarëve të ymmetit. Por nëse do të marrim parasysh kuotën e serbës dhe do të japin zakat edhe ata që kanë më pak se kaq, kanë për afërsisht 600 euro ose më tepër se kaq, kjo është më e mira, kjo është më e pastra, kjo është më e sigurta për t'u liruar nga detyrimi dhe nuk është një gjë e madhe, se mund mendoj dikush që është e vështirë për njeriu të jap zakat edhe kur ka 1000 euro për shembull. Po nuk është gjë e madhe, sepse në 1000 euro do të jap sa do jap gjithsej 25 euro. Kjo është një pasuri që i ka tepruar, ka plotësuar nevojat vjetore, i ka pas gjendje pa prekur gjatë vitit 1000 euro, edhe merr prej tyre vetëm 25 euro dhe ja jep një të varfëri. Nuk është gjë e madhe. Nuk është ndonjë mundim i madh dhe do të konsiderohet prej zakatdhënësve, prej atyre që kanë dhënë zakatin, arrin mirësinë e përmbushjes së kësaj shtyllet e Islamit, shpresohet që të fitoj dashurinë e Allahut, dhënia e zakatit është një nga sebepet për të përfituar mëshirën e Zotit, për faljen e gjunaheve, për të fituar xhenetin, siç përmendet në hadith profetit sallallahu alaihi wasallam, po njeh dhe drejtën e të varfërit, tregohet bujar, tregohet bamirës, pra arrin ato mirësitë e shumta të zakatit, ndërkohë që shuma që do t'jap është fare e vogël dhe nuk e rëndon të varfërin. Prandaj ka dietarë që mendojnë se sa i përket zakatit monedhave monetare dhe mallrave tregtare nuk shikohet fare se sa është kuota. Bën llogarinë në krye të vitit, jep zakatin, nëse ke pas diçka që të ka tepruar gjatë vitit, bën llogarinë, jep zakatin dhe elhamdulillah, ky është mendimi i Ibn Bazit, Allahu e mëshiroft. Si llogaritet zakati i mallrave tregtare? Është për ta theksuar edhe një herë, domethënë çështja që nëse si llogaritet zakati i monedhave monetare, për të sqaruar një pjesë, domethënë që njeriu do të jap 2.5%, aq sa çepet për arin dhe për serbën. Për shembull, nëse njeriu ka pasur në gjendje për një vit 10.000 euro, kur plotson vitin hënor, sepse llogaritë bëhen sipas vitit hënor, për shembull, nëse në 20 Ramazan plotson vitin, shikon dhe ka në gjendje 10.000 euro. Atëherë do të jap 2.5% të kësaj shume, një të 40 e saj dhe që i bie 250 euro. Edhe për shtesat, nëse ka pas shtesa, për shembull në fillim të vitit ai ka pasur, le të themi, ka patur në fillim të vitit 8.000 euro. Por ka pas shtesa gjatë vitit dhe janë bërë 10.000 euro. Atëherë, kur plotson vitin, do të llogorisë edhe ato që ka patur gjatë vitit, por edhe shtesa, ato që ka patur për një vit në gjendje, dhe shtesat gjatë vitit, do t'i llogorisë në total dhe do t'a jap një herë zakatin e tyre, pra në rastin në fjalë që e solla si shembull, do t'jap për 10.000 eurot, për totalin e tyre, 2.5% që i bie 250 euro. E në lidhje me zakatin e mallrave tregtare. Tregtari nëse plotson kuotën sipas art ose argjentit, gjë që e sqarova pak më përpara, më e mira është të marr parasysh kuotën e serbës. Pra plotson kuotën dhe ka kaluar një vit në gjendje, ka plotsuar vitin, atëherë do të jap zakatin e mallit dhe do ta llogorisë sipas vlerës që ka malli në ditën që plotson vitin. Për shembull, nëse vitin e ka plotsuar sot në 20 Ramazan, do ta llogorisë mallin me çmimin që e blen sot në treg. Qoftë me çmimin e shumicës nëse e kap me çmim shumice, apo me çmim pakice nëse e kap me çmim pakice. Pra, me çmimin që do ta blente sot këtë mall, jo me çmimin që e ka pas ble, as me çmimin që do t'u ashes njerëzve, por me çmimin që tregtari e blen vet në këtë ditë, në ditën që plotson vitin. Për shembull, nëse një tregtar ka një shumë totale që arrin 10.000 euro
ai do t'i nxjerrë si zakat 250 euro. Do të llogarisë artikujt e tregtar që ka, nuk llogariten këtu vlera e dyqanit, nuk llogariten këtu materialet që i ka të nevojshme për shitjen e mallrave, por llogariten vetëm artikujt që i ka për tregti, që i ka për shitje. Nëse tregtari e ka të vështirë që t'i bëj llogarit e të gjitha mallrave që shet, a mundet që ai të bëj një përllogaritje të përafërt edhe prej saj të nxjerrë zakatin? Po, në qoftë se tregtari e ka të vështirë që të bëj llogaritje çdo artikulli, çdo malli që shet, ai mund të bëj një llogaritje të përgjithshme, të përafërt, totale, edhe t'jap zakatin e saj. Nuk ka problem kjo pjesë. Po nëse tregtari ka borxhe, si do t'i llogarisë? A do ta heq borxhin nga totali i llogarisë që ka? Në qoftë se tregtari ka borxhe, atëherë do të heq borxhet në ditën kur plotësohet viti, do të bëjë llogaritje, do të nxjerrë totalin e vlerës së mallit që ka, edhe do të heq borxhin, pastaj për atë që mbetet, nëse plotëson kuotën, ai e ka detyrë që t'jap zakatin. Për shembull, në qoftë se një tregtar ka në total si vlerë malli 20.000 euro, por 10.000 euro i ka borxhe. Borxhin që lidhen me këtë tregti, me këtë mall tregtar. Atëherë do të heq 10.000 euro që ka i borxh dhe do të jap zakat për 10.000 euro që i mbetet dhe që i bie domethënë 2.5%, 250 euro për t'i dhënë si zakat. A ka zakat për sendet dhe objektet që njeriu i ka për nevojat personale? Jo, nuk ka zakat për gjëra të tilla, për shtëpinë që njeriu e ka për banim, për makinën, edhe për dyqanin që njeriu e ka për, domethënë, si pronë të tij, edhe pse aty shet mallra tregtare, por nuk e llogarit zakatin, nuk llogarit dyqanin për të dhënë zakat. As për ushqimet, as për pijet që i ka për nevojat e veta. Po për objektet që njeriu i ka dhënë me qira, a ka zakat për to? Nuk ka zakat për objektin, për shembull, për shtëpinë që njeriu e jep me qira, për dyqanin që e jep me qira, për makinat që i jep me qira, por ka zakat tek qiraja që mbledh, që fiton. Në qoftë se qiraja plotëson kuotën, duke e marrë domethënë në total dhe me paratë e tjera, se mund të kenë dhe burime të tjera, apo paratë të tjera që i ka në gjendje. Pra në qoftë se qiraja plotëson kuotën, qoftë duke e llogaritur bashkë me paratë që ka në gjendje, dhe kalon një vit në gjendje, ai e ka detyrë që t'jap zakatin pra për qiran. Për një pasuri që ti mund t'ja kesh dhënë borxh dikujt, a ke detyrë me dhënë zakat për këtë? Në qoftë se i ke dhënë para borxh një njeriu që ka mundësi ta shlyejë borxhin dhe pret që ta shlyejë borxhin në afat në kohë, atëherë e ke detyrë që t'japësh zakat për këtë borxh, kuptohet, në qoftë se plotëson kuotën dhe kalon vitin në gjendje. Mirë po, zakatin do të ke detyrë që ta japësh, mirë po ka një lehtësim, mund ta japësh zakatin e këtij borxhi në momentin kur do ta marrësh për gjitha vitet e shkuara. Nëse ka kaluar vetëm një vit, do ta japësh për vitin që ka kaluar. Nëse ka kaluar disa vite, do ta japësh për gjitha vitet e kaluara. Ndërsa në qoftë se i ke dhënë borxh një personi që është në vështirësi dhe nuk pritet që ta shlyejë borxhin, ose është e vështirë që ai ta shlyejë borxhin,
atëherë nuk e detyrë që t'jap për zakat për një borxh të tillë, por në vitin, por nëse ndodh që ky njeri ta shlyhet borxhin, ky borxhlir ta shlyhet borxhin, atëherë do t'jap për zakat vetëm për vitin e fundit, dhe jo për të gjitha vitet e shkuara. A mund na flasësh pak se kujt i jepet zakati? Zakati u jepet 8 kategorive, të cilat i ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an, në fjalën e tij innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha, deri në fundin e ajetit. Allahu subhanahu wa taala ka përmendur 8 kategori që përfitojnë zakatin. Pra u jepet vetëm këtyre kategorive dhe nuk u jepet nuk lejohet u jepet kategorive të tjera përveç këtyre kategorive. Pasi zakati është një detyrë, është një rit fetar që ka disa rregulla specifike të veçanta, domethënë është në disa çështje është ndryshe nga sadakaja, është ndryshe nga kontribute apo domethënë gjëra të tjera që jepen si mirëbërje ndaj njerëzve. Kështu që duhet të respektojmë rregullat e shariatit dhe zakatin t'ua japim vetëm atyre që e përfitojnë. Kryesisht zakatin e përfitojnë të varfrit, e përfitojnë të varfrit, nevojtarët, el fuqara wal masakin, që i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala, por mund ta përfitojnë edhe borxhlit, pasi edhe borxhlit hyjnë ke një kategori që e ka përmendur Allahu i lartësuar në ajetin që e citova pak më përpara. Hoxhë nderuar, duam të dim se kush konsiderohet nevojtar që mund të jepet zakati. Konsiderohet nevojtar ai që nuk plotson nevojat vjetore, një njeri që nuk ka një zanat për të mbajtur me të, që nuk është në punë dhe nuk ka me çfarë të mbahet, por edhe një njeri që ka një profesion, që ka një zanat, mirë po të ardhurat që merr nuk mjaftojnë për të mbuluar shpenzimet e tij dhe shpenzimet e familjes së tij, shpenzimet vjetore. Mund të jepet zakat dhe njeriu që ka rrogë, por nuk mjafton kjo rrogë që merr për të plotësuar nevojat e veta dhe të familjes së tij. Por edhe një bujku që ka një tokë, ka një parcel, mirë po të ardhurat që merr, produkti që merr, nuk mjafton për plotësimin e nevojave vjetore. Zakati mund të jepet dhe njeriu që ka nevojë të martohet dhe nuk ka mundësi që të plotësojë shpenzimet e martesës. Mund të jepet zakati edhe njeriu që ka nevojë për strehim, për banesë, për shtëpi. Ai mund të ketë të ardhura vjetore të mjaftueshme për të jetuar vetë dhe familja e tij, por ai nuk ka mundësi që të blejë një shtëpi. Sidomos në kushtet tona kur çmimet e shtëpive domethënë janë shumë të shtrejta dhe e ka të vështirë njeriu që të blejë një shtëpi, kështu që mund ndihmohet me para zakati që të arrijë të blejë një shtëpi. Zakati mund të jepet edhe një personi domethënë që ka nevojë për mjetet e zanatit dhe profesionit të tij. Ka një person, ka një profesion, ka një zanat, mirë po i nevojitet mjetet për të ushtruar zanatin e tij, kështu që mund të ndihmohet me zakat në mënyrë që të mund të blejë mjetet që i nevojiten për të ushtruar zanatin e tij. Po atyre që kanë borxhe, a u jepet zakati? Po edhe atyre që kanë borxhe dhe s'kan mundësi që të shlyhen borxhet, mund t'u jepet nga zakati i pasurisë, pasi përfshihet në një nga kategoritë që ka përmendur Allahu i lartësuar në ajetin e Kuranit që e citova pak më përpara, wal gharimin. Kështu që dhe ata që kanë borxhe dhe s'kan mundësi që të shlyhen borxhet, mund t'u jepet zakat për shlyerjen e borxhit. Dhe mundet që personi që do jap zakatin mund t'i jap në dorë borxhliut zakatin, edhe i thotë që ta kam dhënë që të shlyesh borxhin. Por mund të veprojë edhe në këtë mënyrë, domethënë mund t'i thotë ku i ke borxhet, ja kam filanit. Edhe ja shlyj këtë borxh vet. Ky që do jap zakatin, ja shlyj këtë borxh vet. Thotë këtë borxh do ta shlyj unë. Edhe ja e parat, domethënë personit që ja ka borxhin. Zakati u jepet vetëm muslimanëve. Po jo muslimanëve, çfarë mund t'u jepet? Zakati është caktuar si një detyrë dhe si një drejtë që e përfitojnë vetëm muslimanët. Kështu që
nuk lejohet që zakati pasurisë të jepet jo muslimanëve. Pasi profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një hadith, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, u merret të pasurve dhe u jepet të varfërve të tyre, domethënë të varfërve të muslimanëve. Por jo muslimanëve mund t'u jepen gjëra të tjera, mund t'i jepet sadaka, mund t'i jepet dhurat, mund t'i bëjë mirë jo muslimanët, pasi ka edhe forma të tjera mirëbërje, nuk është vetëm zakati. Zakati u jepet vetëm muslimanëve, por mund t'u jepet sadaka jo muslimanëve, siç e përmenda, mund t'u jap dhurat, mund t'u ndihmoj, mund t'u alaj një borxh, mund t'u jap nga mishi i kurbanit. Pra mirëbërja ndaj jo muslimanëve është e mirë, është gjë e pëlqyeshme, me shpërblim njeriu për mirëbërjen, qoftë edhe ndaj jo muslimanëve. Mirë, po zakati u jepet vetëm muslimanëve. Zakatin a lejohet që prindi t'ia jap fëmijës, ose fëmija prindit, apo vllajt, apo motrës, ose bashkëshortit? Lejohet që prindi t'i jap zakatin fëmijës, ose fëmija t'i jap zakatin prindrit, por me kusht që t'jetojnë të ndarë, sepse nëse jetojnë bashkë, atëherë bie që njeriu t'i jap zakatin vetvetes. Kjo është e para, pra të jetojnë të ndarë, dhe e dyta, të mos e jap në vend të shpenzimit të detyrueshëm. Nëse fëmia e ka detyrë të shpenzojë për prindin, fëmia ka të ardhura. Prindi nuk ka me çfarë të mbahet. Atëherë ky fëmijë e ka detyrë të shpenzojë për prindin. Dhe nuk lejohet që të jap zakatin në vend të shpenzimit të detyrueshëm për prindin. Por ai mundet që t'i shlyejë borxhin për shembull prindit. Se ka detyrë fëmia që t'i shlyejë borxhin prindit. Kështu që mund të jap zakatin për shlyerjen e borxhit të prindit. Ose nëse fëmia nuk ka mundësi që të mbulojë shpenzimet e prindit. Nuk ka aq të ardhura sa për të mbuluar shpenzimet e prindit. Po nga ana tjetër, ai ka detyrë që t'i jap zakatin. Se për shembull ka një biznes që ka, domethënë, vlerën 10.000 euro. Të ardhurat e këtij biznesi, atij nuk i mjaftojnë vetëm se për familjen e vet, për veten dhe fëmijët e tij. Dhe nuk i mjaftojnë për të dhënë për prindit. Në këtë rast, atij i lejohet që zakatin e këtij biznesi t'ia jap prindërve të tij. Po kështu i lejohet bashkëshortes që t'i jap zakatin bashkëshortit të saj, edhe bashkëshortit i lejohet që t'i shlyejë një borxh bashkëshortes. Po, jo t'i jap zakatin bashkëshortes në vend të shpenzimit detyrueshëm për të, se dihet që bashkëshorti ka detyrë që të mbulojë shpenzimet e bashkëshortes. Por mund të shlyejë një borxh bashkëshortes, nuk ka problem. Gjithashtu, zakatin mund t'i japësh vëllait, mund t'i japësh edhe motrës, nëse ata jetojnë të ndarë, por jo në vend të shpenzimit të detyrueshëm për ta, se mund të ndodhë me fjalë që vëllai është i varfër, ose motra është e varfër, dhe nuk ka me çfarë të mbahet, dhe nuk ka mundësi që të fitojë, të punojë dhe të mbahet. Në këtë rast, e ke detyrë që, nëse ke të ardhura, e ke detyrë që ta mbash financiarisht, të shpenzosh për vllain dhe për motrën. Kështu që në këtë rast zakati nuk lejohet që të jepet në vend të shpenzimit të detyrueshëm, por mund të jepet zakati për shlyerjen e borxhit të vllait ose të motrës, ose pasi nuk i ka detyrë njeriu që të shlyejë borxhin e vllait apo të motrës, ose mund të jepet zakati vllait ose motrës, nëse njeriu nuk ka aq të ardhura sa që të mbulojë shpenzimet e vllait dhe të motrës, atëherë lejohet që t'i jap zakatin e biznesit apo të parave që i ka. Edhe duhet kemi parasysh që nëse njeriu ja jep zakatin njeriu të fisit me shpërblim më shumë. Është më e mirë se i quhet sadaka, po i quhet edhe një vepër mirëbërje ndaj njeriu të fisit. Me shpërblim si sadaka, me edhe shpërblimin e rujtjes e lidhjes me njeriu të fisit, siç përmendet një hadith profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikush i ka dhënë borxh një të varfri, a lejohet që pra t'ia fal këtë borxh dhe ta llogarisë si zakat? Kjo nuk lejohet, sepse në një farë mënyrë njeriu përfiton në këtë rast.
ka për t'i marrë dikujt një borxh. Ky njeri është në vështirësi, nuk e shlyt dot borxhin. Edhe thot, po ja llogarisi zakatin, e them që ta kam heq të borxh si zakat. Kjo nuk lejohet. Nëse zakatin ja ke dhënë një njeriu që ti mendon se ky sipas fesë e meriton t'ja japësh zakatin, por më pas të rezulton se është e kundërta, si gjykohet? Në qoftë se ja ke dhënë zakatin një personi, duke menduar që ai e meriton zakatin. Po pastaj ka rezultuar që ai nuk e meriton, nuk ka gjë, quhet e pranuar si zakat, quhet i sakt, dhe nuk ke detyrë që ta japësh përsëri këtë zakat. Mirë po, njeriu duhet kujdeset, duhet shoh mirë nëse personi që do t'i jap zakatin e përfiton apo jo. Gjithsesi, në qoftë se njeriu mendon me fjalë që është një familje, një person përfiton zakatin, ai mund të jap zakatin dhe nuk ka nevojë të pyes aq hollësisht. Mjafton që domethënë ka përshtypjen që ky e përfiton zakatin. Po kështu nëse ta kërkon zakatin e pasurisë një person, në rast se vëren që ai e përfiton, ja jep pa u interesuar shumë. E nëse duket që ai është i aftë për punë dhe nuk ka pse t'i jepet zakati, atëherë përderisa ky e kërkon zakatin, mund t'ja japësh, por duke e informuar që zakati nuk i përket, nuk i takon një të pasuri dhe as një njeriu që është i aftë për të fituar dhe për të mbajtur vetë. Allahu të shpërbleft hoxhin nderuar. Atëherë, vëllezër dhe motra, ky ishte emisioni për sa i përket zakatit. Elus Zotin e gjithësisë që të na bëj prej atyre që i realizojmë 5 shtyllat e Islamit. Elus Zotin e gjithësisë që atyre të cilëve u ka dhënë mundësi ta shlyjnë këtë detyrë, e cila është shtyllë prej shtyllave të Islamit. Shihemi në emisionin tjetër. Allahu ju rujt, Allahu ju dhënë të mirësi. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.